Të nderuar këshilltar, në mbështetje të nenit 53.2 dhe 4, si dhe të nenit 56.2, shkronja të ligjit 139/2015 për dhe qeverisjen vendore, ndryshuar në nenet 56, 57 dhe 58 të rregullores së funksionimit të Këshillit Bashkisë Mirdit, ju njoftojmë mbledhjen e radhës. Sot do të operojmë me këtë rendite. 1. Projekt vendimi numër 26-29 fraksion 1 kryetarit bashkisë për miratimin e përfitimit të ndihmës ekonomike nga fondi kushtezuar për blok ndihmen deri në 6% për periudhën 01-31 gusht 2025 Bashkia Mirdit. 2. Projekt vendimi numër 37-31 fraksion 1 prot i kryetarit bashkisë për miratimin e përfitimit të ndihmës ekonomike për blok ndihmen me fonde bashkie për periudhën 01 deri me 31 gusht 2025 Bashkia Mirdit. Pika 3 e rendit ditës, projekt vendimi numër 31-38 fraksion 2 prot i kryetarit bashkisë për miratimin e hartave të linjave të transportit mësuesve dhe të nxënësve që punojnë e mësojnë jashtë banimit tyre për vitin arsimor 25-26 Bashkia Mirdit. Pika 4 e rendit ditës, projekt vendimi numër 36-65 fraksion 1 kryetarit bashkisë për miratimin e marrëveshjes për krijimin e personit juridik si subjekt i kompetensave të përbashkëta midis njësisë dhe qeverisjes vendore dhe Këshillit Ministrave të Republikës të Shqipërisë për rritjen e kapaciteteve të qeverisjes vendore, Akademia trajtimit të njësive të vetë qeverisjes vendore të Shqipërisë. 5. Projekt vendimi numër 30-18 fraksion 1 i kryetarit bashkisë për miratimin dhe sistemimin e rrugës automobilistike që fillon nga Proisangut dhe në vazhdim të lagjes Shtil deri në bashkimin në këtë rrugës ekzistuese fshati Klos, njësia administrative FAN 2608 Bashkia Mirdit. Projekt vendimi numër 37-24 fraksion 1 i kryetarit bashkisë për miratimin e hapjes rrugës së re automobilistike që lidh lagjen Shter për Gegaj, fshati Shtuf me rrugën ekzistuese të zonës njësia administrative Kaqinar 2607 Bashkia Mirdit. Projekt vendimi numër 7 me numër protokolli 37-42 fraksion 1 kryetarit bashkisë për miratimin e planit vendor të veprimit të eficiencës së energjisë 25-28 sipas kontratës të grantit IPA 2023-450 fraksion 172 në kuadër të projektit e fort financuar nga Bashkimi Evropian. Pika 8 e rendit ditës, projekt vendimi numër 37-83 prot i kryetarit bashkisë për miratimin e ankesave të monitorimit të aneksave, të monitorimit të buxhetit 8 mujor. Janar gusht 25 Bashkia Mirdit. 9. Projekt vendimi 37-84 fraksion 1 kryetarit bashkisë për miratimin e tabelave të situatës financiare deri me datën 31/08/25 Bashkia Mirdit. Pika 10 e rendit ditës, projekt vendimi numër 37-85 fraksion 1 kryetarit bashkisë për një ndryshim në buxhetin e vitit 25 Bashkia Mirdit. Pika 11 e rendit ditës me projekt vendimin 38-60 fraksion 2, si dhe pika 12 e projekt vendimit 38-61 fraksion 2 tërhiqen nga kryetari i bashkisë. Kalojmë në pikën 13 të rendit ditës, projekt vendimi numër 38-98 fraksion 1 kryetarit bashkisë për miratimin e kalimit në pronësi të trullit për ndërtim me objekt banese nën Kaçë Rreshen nga Këshilli i Rregullimit të Territorit të Bashkisë Mirdit me vendimin e KRT-s numër 4 datë 29/8/2006 në favor të zotit Bardokyushi për efekt regjistrimin në regjistrimin e pasurive të paluajshme.
Pika 14 e rendit ditës, prej vendimi numër 3899, fraksion 1, proti kryetarit bashkisë për miratimin e kalimit të pronësisë Trull për dhënë për ndërtim me sipërfaqe 111 m2 me numër pasuriye 8, fraksion 38 dhe 8, fraksion 318, zona kadastrale 3224, nga Këshilli i Rregullimit të Territorit të Bashkisë Mirindit me vendim të KRT-s numër 7/04/07/2012 qytetin në qytetin Rrëshën në pronësi të Bashkisë Mirdit. Pika 15 e rendit ditës është analiza realizimit të shpenzimeve të ardhurave 8 mujore 25 Bashkia Mirdit. Pika 16 shqyrtimi janë heqë dytë parat, i thash, shqyrtimi i kërkesave nga punojësit të konviktit të shkollës mesme profesionale Rubik, drejtuar Këshillit Bashkiak. Në vazhdimsi të kësaj është mbledh edhe komisionet ekonomisë, si edhe pyjeve, kurse komisioni i arsimit nuk është mbledh. Atëherë jeni dakord të operojmë me këtë rendite? 1 minutë. 1 minutë, lutem. Po mirë më, të që unë s'kam maru. Mund duroni pak. Mund flasim dhe me rrallë, që se kemi mundësi. Atëherë, kush ka në i... Nëse kërkej fjallën Gerta, pas Gertës. Po? Para duhet dija pse janë hequr, pse është ndryshuar rendi ditës dhe këtu është një rend dite, janë hequr të dy kërkesa që kishin lidhje me Tet Albanian, duam ta dimë se pse janë hequr në rendi ditës. 1. E dyta, doja dija me datë 25 korrik, kam dorëzu pranë sekretarisë te Gaspër një kërkesë drejtuar kryetarit të Bashkisë Mirdit që Këshillit Bashkiak t'i vijë në dispozicion raporti i plot i komisionerit për mbikëqyrjen e shërbimit civil. Është bën datën 25 korrik 2025 dhe natyrisht vënia në rend ditës e kësaj gjëje. Kështu që këtu as nuk na ka ardhur raporti i plot, asnjërit prej nesh, qoftë edhe me email për respekt për detyrën që kryejmë gjithë secili prej nesh, po as në rend ditës nuk është vendosur, kështu që në rast se është e mundur do doja një sqarim. Faleminderit. Edhe unë për pikën 11-12 që janë tërhequr nga kryetari i bashkisë, në fakt nuk e kuptoj në rast kur projekte të tilla vijnë pa emër, kalojnë siç kanë kaluar 2024, në rastin kur vijnë me emër nuk i tërhiqin. Pra dhënia me shera e pyjeve dhe kullotave në 2024 kam qenë i vetmi që kam votuar kundra, sepse ishte e paligjshme. Ndërsa sot që ka një subjekt i cili është me të gjitha dokumentacionin besësh, përderisa operon, tërhiqet. Ndoshta keni arsyet e juaja zëri kryetar. Pra personalisht vetë, pra vitin e kaluar kam qenë kundër për të mos i kaluar pyetje dhe kullota kur janë pa kërkesën e një individi, pa projekte, pa asgjë gjë, ndërsa në rastin kur vinë me projekte me këto, tërhiqen për të mos u futur për të diskutuar në këshill. Dhe këtë nuk e kuptoj. Sepse grupi më i paktën jena që mos i pengojmë investimet, nëse ka projekte për të investuar në rrethën e Mirditës, nuk bën pengu, pasi punësimi shtohet dhe të ardhat e bashkisë kuptohet që të rritën. Sepse rretën projekt Okej, faleminderit. Për secilin vit nën kupton derdhjen e disa detyrimeve që do ketë subjekti në rast që do marrë këto pyetje dhe kullota me qera. Faleminderit. Faleminderit. Ka në i tjetër? Ka në i tjetër në i pyetje? Jo. Po. Jo, na zbardh dhe ne, ta dim dhe ne. Po, s'është kurioze.
A mund të lexoj, të lexoj? Është që ta dim gjithë këto shkruaj. Tani, a më lejoni? Do t'ju lutem. Çfarë pjesë? Sipas informacioneve dhe kërkesave të banorëve të fshatit për Lati Epërm, kompania Teta Albania po kryen punime në këtë zonë si rrugë, shtëpi të tjerë, prandaj kërkojmë ndërhyrje urgjente nga institucioni i Bashkisë Mirdit për verifikimin në terren për dokumentacionin dhe bllokimin e saj në përputhje me legjislacionin në fuqi. Kjo është kërkesa që zoti Veshi ka paraqitur. Ta dishim dhe ne, jo për tjetër. Atëherë, Në fakt, është kërkesë banorësha, kërkesë individi. kërkesë e antarëve të A këshillit. jotja. Antarëve të këshillit. Ah, Mirë, përshëndetje. janë banorëve, të kenë emër. Përshëndetje gjithëve. Ju uroj në këtë fazë 3 pas pushimeve të rifillimit punimet mbara të Këshillit Bashkiak. Sa i përket pyetjes antarës së Këshillit Bashkiak, për sa i përket kërkesës që ka bërë, unë mendoj që e para çdo auditim që bëhet bashkisë dhe çdo vendim apo njoftim që merret në rastet e auditimeve janë publike në faqet përkatëse të institucioneve të cilat bëjnë auditime. Qoftë auditimi për pjesën e shërbimit civil, qoftë kontrolli i lartë i shtetit, të gjitha kontrollet që bëhen në bashki pas auditimit, ato publikohen në faqe zyrtare dhe janë të aksesueshme edhe nga qytetarë, jo vetëm nga antarët e Këshillit Bashkiak. Gjithsesi, me të drejtë munden që në mbledhjen e ardhshme të Këshillit Bashkiak ju pasqyrojmë, ju sjellim secilit antar të Këshillit Bashkiak mund t'ja uqejmë edhe me email. E dyta, unë mendoj se për pjesën që pyeti Nikolini, kryetari i grupit Majt, për të rreqen të dy projekt vendimeve, nëse jeni në, po themi në unison me njëri tjetrin, ka pas mbledhje të komisionit që merret në këtë pjesë, dje, dhe kërkesa ka qenë komisionit për të shqyrtuar në një moment të dytë me shumicë votash nga komisioni është marrë që këto dy projekt vendime të shtyhen në një moment të dytë për mbledhjen e ardhshme, mundësisht dhe të analizohen, janë lënë disa shënime nga antarët e komisionit që bashkia në përputhje me edhe në konsultime me po këto antarë këshillit të diskutohen dhe pastaj mbledhjen e ardhshme të risillen, pra nuk ka në ngerç që mund të mbesin për arsye të ndryshme, përveç se një vendim i një komisionit që është respektuar në përputhje me ligjin, ashtu siç e kërkon edhe komisioni që të shtyhen për të analizuar në vimësi. Dhe patjetër kjo është tërheq pastaj do të merren në shqyrtim të gjitha pikat sipas po themi analizës që vetë komisioni ka bërë dje dhe në mbledhjen e ardhshme të Këshillit do plotësohen dhe të sillen. Një kërkesë cilën në fakt e ka bërë Loni si antar i Këshillit Bashkiak, nuk e di me antar të tjerë, por di që është bërë nga Loni, për sa i përket disa punimeve që firma po kryen në zonën e Përlatit, shpime. Janë 3 dakordsi dhe marrëveshje mes firmës dhe privatit. Që janë to pikërisht ta posëroj lo. Ta posëroj.
E para, nëse është bërë një rrugë, janë bërë në rrugë ekzistuese. Pra nuk ka dëmtime të fondit pujor përveç se në rrugë ekzistuese. E para, e dyta, sërish ajo kompani nëse ka punu deri tani, ka punu në prona private, jo në prona publike të Bashkisë Mirdit. Prandaj edhe kërkesa e firmës ka ardhur në Këshill Bashkiak për ta kaluar në Këshill, pastaj pronën publike që komisioni mori në shqyrtim dje dhe janë dhënë për çum për mbledhjen e ardhshme. Kështu që në këtë pikë firma pasi të mbarojë ato kontrata që i ka me privatin, nuk mund punojë në pronë publike pa miratimin e Këshillit Bashkiak. Kështu që mbledhjen e ardhshme të Këshillit Bashkiak do e merrë në shqyrtim, e keni të agrën ju për ta vendosë, e lejoni se lejoni, kështu që mbledhjen e ardhshme diskutojmë. Kjo pjesë kemi shiko. Jo, ideja është tullon. Për sa ka leje të shfrytëzimit mineral, të kërkim zbulimit nga Ministrit përkatëse dhe kontratën dhe po kontrata me bashkinë lidhet kur është në pronë të bashkisë. Po pra, po nuk kanë pronë bashkisë. Kur t'jetë në pronë bashkisë, për këtë ka ardhur kërkesa për vendim Këshillit Bashkiak. Tani nuk është çështje, unë e di se shumë njerëz janë në 3 prona private në borë shtëpia, në sintonie tash. Janë shkresa që i kemi diskutuar dhe grupi punës që ka dalë atje, ato analiza ka bënë. Tani, prandaj ka ardhur thash edhe herë kërkesa e firmës për pronën publike, për pyet dhe faleminderit. Faleminderit kryetar. Atëherë jeni dakord të operojmë me këtë rendite? Abstenim kundër? Faleminderit, miratohet. Atëherë vazhdojmë me vendimin e parë, miratimin e ndihmës ekonomike nga fondi kushtëzuar për blok ndihmën me fond 6% gusht 25. Kush e do fjalën? Ka në njëri në mendim as sugjerim? Po? Komisionit ekonomik, në sistemin kriminal, në bashkëton vetëm në këtë pjesë. Vërtetja po që kena bërë në sekretar të Këshillit, në lidhje me vendimin që merr Këshilli për t'ia transmetuar administratës së Bashkisë. Në një ndër pyetjet që kemi pastaj vetë, në çdo mbledhje të komisioneve, të vinë listat e personave që përfitojnë fondin 6% vetë në ministeri. Gjë të cilat se ne nuk paguam në funksion. Ne nuk do të presim sa të shkojnë punojësit e bashkisë të na shkojnë për zyrat e marrë. Do të jenë në datën e mbledhjes së bashku me delegacionin e ministrit të pas. Pika tjetër, të cilën ne kishim Komisjoni Bashkisë do të ushtrojë më shumë, jo vetëm me ne, por ushtrojë më shumë kontroll në teren. Për të parë familje të cilat e ndryshojnë si zonë për programe sociale të një që të marrë transparenca tjetë më plot. Por fundimi është që ne rabë dakord që këto të kalojnë sipas listave që ka. Faleminderit. Desha të shtoj me këtë rast në Komisionin e Ekonomisë keni diskutuar dhe për ndihmë financiare për familjen në nevojë, besoj e shpresoj që kanë kaluar dhe do të kalojnë muajin tjetër, sepse është e pamundur që të plotësojë me dokumentacionin përkatës. Ai plotëson të fal pakio se ka keni si. Se ato kërkesa janë prej kohësh edhe në bashki, ndërkohë janë
Atëherë do t'i lëmë si pikë e fundit të renditditës. Janë diskutuar në komision, por ishte megjithatë ato pas kanë realizuar, ju falenderojmë. Okej, falenderit. Atëherë, me falni, me qenë se kanë ardhur ato, ta bëjmë si shtesë të renditditës. Kush është dakord? Shqyrtoj pak, pra. Ka pas një kërkesë, ka disa kërkesa prej Kosh Bashki, por edhe nga Komisioni i Ekonomisë për t'u arëndim 3-4 familjeve që janë realisht në probleme të thella ekonomike. Dhe me ndryshimin që do i bani dhe buxhetit, normalisht që kemi mundësi për t'i ndihmuar këto lloj familje. Ma aq sa është e mundshme, sepse realisht është nuk janë gjithë. A jeni dakord që tash? Po. Nëse jam dakord, lexoj projektet që ti kalesh. Po ne do t'i kalojmë. Mësënej i hedhin poshtë mrapa tash. A jeni dakord që ta shtëm si pikë të renditditës? Janë 4 projekte fond rezervë. Okej, dakord. Jam krejt dakord, por ne ta diskutojmë si shtesë të pikës së renditditës. Mësënej, me që e shtum si pikë të renditditës, kur t'i vijë radha analizojmë person për person. Tani u votu shtesa? Po, 100%. Okej. Ka në abstenim kundër? Jo. 4 projekte. Miratohet, falenderit. Atëhere, me projekt vendimin e parë, jeni dakord që të kaloj për ndimin ekonomike? Parë dhe dytë. Falenderit, miratohet. Abstenim kundër? Kalojmë në pikën 2 të renditditës, prej vendimi numër 79, datë 16/09/25, për miratimin e ndihmës ekonomike për blok ndihmë me fondin e bashkisë, gusht 25. Kush ka ndonjë mendim as sugjerim? E kalojmë për miratim. Abstenim kundër? Miratohet, falenderit. Pika 3 renditditës, për i vendimi numër 76 datë 10/09/25 për miratimin e hartave të linjës të transport mësuesve dhe nxënësve. Mendim, sugjerim? E kalojmë në votim, ju lutem. Miratohet. Abstenim kundër nuk ka, falenderit. Pika 4 e renditditës, për i vendimin 76, numër 76 datë 10/09/25 për miratimin e hartës linjave të transportit. Po kemi 2 projekt vendime të tilla gënshur. Kalove një. E pas kanë futur në 2 kopje s'ka rëndësi. Atëherë prej vendimi numër 77 12/09/25, miratimin e marrëveshjes për krijimin e personit juridik si subjekti i kompetencave të përbashkëta midis. Për këtë pikë mund na sqaroje zoti Marfana? Mund na... Po jo, nevojë kemi për një të tjera. Përshëndetje të gjithëve. Atëherë, siç dini, qeveria shqiptare bashkë me Ministrin e Pushtetit Vendor kanë marrë nisëm për krijimin e një shkolle të dedikuar për trajnimin e pushtetit vendor. Në këtë nisëm i është dhënë autorizim Ministrit Pushtetit Vendor për ta çuar përpara këtë proces, krijimi i një subjekti që do ketë trajtën e një OFE. Kryetari ka qenë pjesëmarrës në disa takime dhe është ndjeni i procesit. Kjo shkollë do funksionojë 3 vitet e para me bashkëfinancim 50% nga qeveria shqiptare dhe 50% nga të gjitha bashkitë. Pra bashkitë kanë dedikuar buxhete respektive për përfshirjen të trajnim në këtë shoqat.
Në fokus nuk do jetë vetëm trajnimi i administratës pushtetit vendor, por edhe i të zgjedhurve vendor, siç jeni juve. Edhe pas miratimit në Këshill Bashkiak, nga gjitha këshillet bashkiak në Shqipëri, një pjesë e bashkive i kanë kryer këto detyrime në muajin gusht, një pjesë po i kryen tani në muajin shtator. Do regjistrohet sipas procedurave kjo shoqatë dhe do fillojë operimi i saj në vazhdim. Kryetarët e bashkive do jenë personat e autorizuar për përfaqësuar bashkitë në këtë proces ose personat autorizuar prej tyre në vazhdimsi. Nëse ka nevojë për më shumë detaje, pastaj Faleminderit. Normalisht. Kriteret në Është mosha kriter se njëka thotë. Jo. Për sa kohë je antar i administratës, pra punonjës i administratës ose i zgjedhur vendor, sigurisht ke gjithë lirinë të marrësh pjesë në trajnimet që të organizohen sipas tematikave. Ata shpjegat atëherë, ajo quhet akademia për trajnimet të administratës publike, kryesisht të pushtetit vendor. Është bërë në bashkëpunim ndërmjet Ministrisë së Pushtetit Vendor dhe bashkive. Po, të gjitha bashkive të Republikës së Shqipërisë. Nëse deri dje ka qenë quajt, fal kush më ndihmon me emrin, ka qenë një tip instituti për trajnime. Nga institut është organizu akademi. Normalisht kjo do miratohet në çdo këshill bashkiak, ka edhe vetëm qeverie për krijimin e asaj akademie dhe mbështetet në ato vlera që përmendi edhe Gjoalini. Që Bashkisë Mirdit mos gaboj takon diku një vlerë në vit ke 350.000 lekë të reja në vit, buxhet nga buxheti i bashkisë për këtë akademi, të cilat pastaj në varësi të tematikave dhe nevojave që kanë bashkitë. Për të trajnuar do hapet pra ajo akademi dhe do marrin pjesë punonjësit e administratës për të trajnuar në çdo fushë që operojnë në shërbim të qytetarëve. Qoftë për prokurimet publike, qoftë për inxhinierë të fushën urbanistikës, për financën, për gjithë sektorët që pushteti vendor ka në varësi. Kjo është e gjitha dhe kërkon miratimin në çdo këshill bashkiak të, po themi, thush legjitimimit të kësaj akademie. Bashkia ta bëj jo, pra ne paguajmë një buxhet, kuota antarësie. një buxhet 350.000 lekë në vit për këtë akademi dhe pastaj punonjësit trajnohen të gjithë në varësi të tematikave që akademia pastaj do shpalosi muj pas muj me fusha të caktuara. Nuk ka se ka një tarif tjetër për punonjësit që... Para se ti bëj një pyetje Gjoalinit, unë një bashkon me çdo iniciativë të qeverisë shqiptare. E di një pyetje se nuk i di ka thojë, jashtë. Është për të vlerësuar maksimalisht. Po ka dhe raste ku për shembull ka bashki që janë djatha që s'pranojnë mua antarësu, çfarë ndodh? S'është detyrë. Mendoj të jetë detyrueshme. Se për shembull në Shkodër, kur u bë marrëveshje për ujësillësit, vetëm kur ka peneti e ka bërë, se pa të muaj kohë. Shiko, unë shpresoj Vjen mirë që kryetari i bashkisë është dakord për ta firmos atë marrëveshje. Unë nuk e kam as pak politike. Unë e shoh në prizmin, unë e shoh në prizmin që administrata e bashkisë ka nevojë të domosdoshme për pas një akademi për të trajnuar në procedura që ndjek në përditshmëri. Unë këtë prizë më shoh. Pastaj politikisht që organizohet nga gjitha bashkitë në bashkëpunim me qeverinë, dhe nëse kjo do jetë interes të bashkive, pse të mos miratohet dhe pse mos të trajnohen punonjësit. Pra ne si grupi i majt, ne do të autorizojmë që ta firmosis marrëveshje, në qenë se vetë jeni dakord.
Ju jeni Këshilli Bashkiak dhe keni drejtë. Ta kalojmë votim, ju lutem. Kush është pro? Abstenim kundër, miratohet, faleminderit. Kalojmë me pikën 5 të rendit ditës. Projekt vendimi numër 73, datë 29/7/2025, për miratimin e sistemimit të rrugës së re automobilistike që fillon nga Proisamu deri në lagjen Shtil, në bashkim të rrugës ekzistuese fshati Klos, njësia administrative Fan, Bashkia Mirdit. Në mendim, sugjerim, jo, në bas shpjegimeve, këtu s'ka si lloj konflikti, as për pronë, as për tokë, as për pronësi. Besoj se Unë kisha një mendim timin personal, me sa kam punë mjetet e bashkisë agjensisë janë më shumë në periferi të këtyre objekte, duke harru rrugët që janë kryesore dhe sot nuk që asnjë mjet kryetar, për çdo nevojë që mund të ketë agjencia e rrugëve këtu me bashkisë, sepse janë në periferi. Mos kalojmë u bë pak si bajate se kostën ju do e merrni. Me plëtsu teka të individet e qanë, është do me dalë një Izabela e me ba me shfrytzu, e mi hap një rrugë. Rrugët, në qësë është e nevojshme për të lutëm se kam mendimin tim, më në bojë. Tani, më thash, kam pas nevojë për mjetë dhe mjetët, faktikisht janë në punë, për janë në zonat e njërsive administrative, dhe shihen me vëmendje se po bëhet e modës rrugë pas rrugë, çdo mbledhje po miratim hapje rrugë. Absolutisht nuk prish punë. Am lejon pak të lutem, me qenë se shiko, për sa kohë ka kërkesa qytetarësh për hapje rrugësh apo marrje leje nga Këshilli Bashkiak për të hapur rrugë, normalisht që në bashkëpunim me bashkinë, në kuptimin e kryerjes punimeve të atyre rrugëve, ne kemi detyrimin ligjor dhe moral që t'ia paraqesim Këshillit Bashkiak që të vendosi për hapjen e këtyre rrugëve. Dhe për sa kohë plotësojnë konditat ligjore për t'u hapur si rrugë, vinë me kërkesa të banorëve të sakta, me firmat të vetë banorëve, bëhet edhe një projekt dhe studim inxhinierik i bashkisë dhe shihet se është e nevojshme për të hapur rrugë, normalisht që pastaj paraqitet në mbledhjen e Këshillit Bashkiak. Dhe ju jeni ata pastaj që merrni vendimin nëse e shihni të arsyeshme për t'i dhënë lejen ose jo. Por nuk është vetëm kjo. Një pjesë e madhe ju e keni vënë edhe gjatë verës që një pjesë e madhe e pyjeve në përmirëdit kanë nevojë për rrugë të ndërmjetme, qoftë edhe pospata si banesë, por vetëm për shkaqe të zjarreve, është domosdoshmëri. Atëherë normalisht që varet dhe duhet kërku më shumë që të mbrohen pyjet, të mbrohen kullotat, të mos cënohen apo të mos shfrytëzohen në mënyrë paligjshme, por ama që janë të domosdoshme, janë edhe aty ku nuk ka banesë, që të ketë një rrugë hyrëse në ato pyje në mënyrë që në çdo rast të kemi mundësi dhe variante të ndërhyjmë. Në fakt kjo është një temë që e kemi diskutuar vazhdimisht, sepse nuk ka rrugë në pyje kur zjarret ne na përfshin pyje. Atëherë nuk është vetëm kjo, ne këto dy rrugë janë rrugë për familje, jo janë për fshatra, për lagje, nuk janë për pyje, por nëse do të jetë nevojshme edhe prerje të caktuara rrugësh, hapje rrugësh të reja edhe në përpyje, pa pas si familje, realisht për nevoja të rujtjes së apo ndërhyrjeve në rast të zjarresh, do të ketë, mendoj që do të jetë nevojshme t'i miratojmë. Gjithsesi, kjo është pastaj për të diskutuar, por
Kur bëhet fjalë për familje, unë mendoj se është e domosdoshme të miratohet. Mjetët e bashkisë janë në punë, nuk janë në punë private të askujt, janë në punë publike dhe në bazun kërkesat që fshatrat ka. Nëse doni t'i verifikoni, jeni të gatshëm në çdo moment, i shkoni sot që janë, në fakt ju vetëm sot, po bëhen për disa kohë që janë në fan, kanë filluar nga Bisaku në rrugët kryesore. Normalisht që mund të ketë një nevojë, një rast veçantë në një ndërhyrje për t'i bani pastrim një banese, do ja bëjmë se nuk mund të shmangemi nga kjo. Por që punojnë në tërësi për rrugët që janë rrugë ekzistuese, rrugë që duhet i mirëmbajë bashkia janë, a kapen për t'u mbulu gjitha. Të kemë sot 50 mjetë fadroma, kaq kërkesa ka nevojë për të ndihmu fshatrat, sa është e pamundur për t'i mbulu. Apo punohet, realisht diku punohet mirë, diku ka ato problematikat e veta, por që sot janë të gjitha janë në terren, në fanë, selit, në rrugë kryesore, jo rrugë private. Ta herë ne semi ku na rrugëve, dhe jemi thënë në çdo takim, por thash po bëhen pajat kërkesa të tilla. Pra nuk kemi ku na hapjeve të rrugëve, çdo fshat duhet të ketë rrugën. Në çdo qendër duhet të ketë sistemim. Pra jemi absolutisht, por thash që mjetet janë të përqendruar në periferi të bashkisë Mirdit. Dhe sot ne kena një problem emergjent, bashkia bashkë me ne, me ujësillësi, që interesi i shumë më shumë qytetarëve se sa një banori që kena ke ura repari që a dëmtu kolektori. Dhe është dëmtu nga puna e zonës së rindërtimit, sepse derdhja e urave të bardha kanë dëmtu kolektorin e urave të zezda, që as ujësillësi Mirditës, as ujësillësi Lezhës nuk e ka mundësinë financiare për ta përballuar. Pra bashkia e Mirdit më mirë duhet merrej me këtë, pra të mirë atë një fond dhe i diçka, sepse të gjithë urat e zezda do derdhen aty në lumë. Dhe problemi më madh është për një pallat që ka 70 familje, internacionali ka mbi 70 familje ka, e plus ato objekte që janë përreth. Për lidhje ka me fadromat kjo? I kam se duhen edhe mjetën për të marrë me atë punë. Pra që ne ta riparem, duhet bashkia me gjithë ne, ose qeveria, pra bashkia mund t'i bëjë një kërkesë edhe qeverisë, ashtu si ja kam drejtorisë Lezhës, por vetë ujësillësi Lezhës dhe ujësillësi Mirditës nuk e kanë fare mundësinë. Po të kishe qenë për 500.000 lekë i kisha fut nga GPM, se i kam fut në shumë vend, por e kam nuk e përballoj dot. Tani që mos dalim nga pjesa e... Dhe s'është me dal. Jo, pra kemi një problem që qytetarët kanë ardhur edhe ty, ti e di shumë mirë, kanë ardhur edhe mu, dhe është problem mjetësor në fakt. Edhe bashkë kemi konsultuar, a e kemi diskutuar dhe bashkët. Edhe me një fond që mund tani aty Këshilli, ne duhet ta mundësisht ta analizojmë dhe është një problem social mjetësor. Nikolin, të lutem, mundësisht të kam thënë, merr inxhinier dhe specialist bashkisë, shikoje sa është vlera, shikoje se sa është dëmtuar, shikoje që çfarë materialesh ndërtimi që bashkia i ka sot dhe të shërbejnë. Dhe punojësit e bashkisë, bani analizën ju, hajde ma sillni ç'a mund të ndryjë. Tani unë nuk vi dot me shit falsë ç'a ka aty. E kemi po disa po ka nevojë për inxhinier. E keni nxjerrë një preventiv se ç'a nevojë ka? Ka bëj inxhinieri jo një preventiv. Po është nevojë ta bëjë inxhinieri i bashkisë, pse fondin bashkia po në zonë. Okej, po silli pra, unë kam thënë lidh grupin e punës bashkarisht me bashkinë, të tuit dhe të bashkisë, bani preventivin, ta analizojmë se sa vlerë do, a kemi materiale që mund të kemi një pjesë të materiale mund të kemi vetë, s'kem nevojë për të bërë fonde të veçanta. Pra kemi qementin, kemi hekurin, kemi zhavorin, kemi drasat, kemi qenë të nevojshme për atë punë. Tani nëse diçka tjetër më tepër duhet, atëherë ta shohim për fond. Por nëse në probleme që do të jenë dy institucione, s'ka të bëjë Këshilli këtë mes. Po pikërisht, kjo problemi i fondit, fondi pa kaluar Këshill ndryshimet në buxhet me Nikolin, të lutem, mba dokumentacionin, hajde ta diskutojmë. Okej, po Lusha. Tani,
Si që Tani thave, inxhinierin do jetë disponibil që Patjetër. Department Zerbeleshën do të merri me për sa i përket tilla projekte, projekt vendime për hapje rrugësh, ne kemi qenë pro si grupi majtë, si grupi djathtë. Dhe kemi bashkëpunu dhe nuk kemi lënë asnjë projekt vendim pa miratuar për sa i përket këtyre projekte. Dhe do të jemi në vazhdimsi kështu. Por problematika me rrugë Mirdita ka shumë. Më shumë nevojë që ka Mirdita për rrugë dhe kanale vaditëse, pak bashki ka, por vetë shtrirjen gjeografike që ka, dhe kërkohet maksimumi këtyre punëve. Kam një shqetësim mjaft të madh për sa i përket banorëve të tarazhit tepër. Gjej rastin edhe ta falenderoj drejtorin që është i ri, për punën e re që ka marrë, por njëkohësisht ta ketë edhe në vëmendjen e punës për atë zonë. Ka mbi 2 vite që atje nuk është prek, po fare. Nuk themi që ti rregullojmë rrugë model, po ti bëjmë kalueshme për çdo fshat. Aty kemi një biznes që punojësit e bashkisë, veterinarët e bashkisë kanë punën e përditshme për shku atje për të vulosur therin e baktive, mishin që tregtohet në rrëshet. Është objekt i AKU-s, i kontrolleve. Pra nëse është një fshat që ka rrugën shumë e mirë dhe s'ka si biznes, aty është edhe më e detyrueshme. Dhe kërkesa ime është kryetare që të verifikohet e lagje, të verifikohet e zonë, të rregullohet e rrugë dhe për tilla projekte dhe tilla probleme Faleminderit. jemi të gjithë pra. Faleminderit. Atëherë, ta jepim votim. Kush është dakord? Abstenim kundër? Miratohet? Projekt vendimi numër 73. Të 11. Piga 6. Po pra, projekt vendimi se mi ka vënë nga 2 kopje, asnjë s'ka problem. Projekt vendimi numër 81 datë 17/09/25 për miratimin e hapjes së rrugës automobilistike që lidh lagjen Përgega i Shterë, fshati Shtup, njësia administrative Kaqinar. Në mendim në sugjerim? Kisha unë. E mora përgjigjen e kësaj pyetjes pare mora, sepse pyetja ime e parë ishte sa familjeve ju shërben kjo rrugë. Dhe nuk e di, duhet ma thot dikush se sa familjeve ju shërben realisht, por kjo nuk është thelbësore. Një diçka që vëri re unë shpesh edhe në këtë rast është cila është kostoja e këtyre rrugëve. Për shembull, ne miratojmë rrugë, 1,5 km, 1 km, 700 metra, pak a shumë në vijat përgjithshme sa i shkon bashkisë hapja e kësaj rruge apo rrugës Fanit e tjerë. Dhe pyetja e tretë është, duke dashur të sqarohem vetë personalisht në lidhje me këtë argument, a ka lidhje kjo rrugë me ndërtimin e heceve në zonën e Kaqenarit? Ati japi përgjigje si i marrë. Po. Unë mendoj që veçimi të zonës në mund të ati më mirë se sa këshiltarë të botë fjallë këtë punë. Dhe në informacion më mirë mund të amë këshiltarë që në Benadi, aty në zonë. Po, edhe ajo po. Nuk e di si më tonë, pas rruga e Fanit, unë me kartone se ti që është duhet që kjo rrugë, për mo, ka që e këshiltarë të deputate të në Tani, edhe mund të klasit, po. Po, që se banorët kanë bërë kërkesë, do ta kenë bërë bashki, besoj ato që ju intereson. Janë bilesa dhe dajet e erionit janë në të krah, janë ka shtëpia. Që sa është në rregull dhe kanë bërë kërkesën dhe ju intereson aty në bashkia pse mos i ndihmojnë. Detyrimisht gjitha janë konform ligjit. Pyetja e parë, sa familje janë? Tani, Gerta, Lutem. ta sere pak. Pyetja është sa familje janë?
mund ka një kërkesë me afërsisht 20 familje. Tani, t'jemi realist, a jetojnë gjithë atje, këta nuk ta thamë. Por edhe ta thamë, sepse ndoshta një pjesë e madhe kanë lëviz. Është relative. Po. Edhe një familje me të ndër rrugën e Po, tani, ideja është këtu. Një pjesë e atyre familje shkojnë gjatë verës në... Pra, ka një kërkesë me një numër të caktuar familjesh që kanë banesa të tjera. E dyta, sa është kosto? Përgjithsisht është kooperuar bashkëpunim me familje. Jo gjithmonë ka mundësi të bashkia të muloj kostot e hapjes një rrugë të re. Kjo është kooperuar duke bashkëpunu me familjet, dikush ndihmon me një gjanë, bashkia ndihmon me mjete dhe një farë mënyre është gjetë një përbashkët me familjet për ta mbuluar shpenzimet e hapjes rrugës. Shpesh ka ndodhur, siç për shembull ka rrugë që i kemi miratuar por që s'janë hap akoma. Ama është leja, kur tjetë e mundshme pjesa ekonomike, vazhdon. Kur nuk është e mundshme, po ama të paktën ne kemi miratuar që gjehet një që është më normale, pastaj të fillohet të diskutohet që ai kemi mundësi për ta hap apo jo. Paktën mbarohet pjesa procedurale e marrjes lejeve, pastaj diskutohet në kuptimin që kur i kemi mundësitë për ta hap. Një pjesë e madhe e rrugëve janë mundësitë për t'i hap, kështu që në këtë kontekst mendoj që a ka lidhje me hecën. Në djenin time jo. E kam diskutuar dhe djem kam pas telefonata nëse kjo rrugë ka lidhje me. Unë kam pas një kërkesë përveç se të familjeve, kam bërë diskutim me kryetarin e fshatit, me administratorin, me grupin e inxhinierëve që kanë shkuar atje, dhe ajo rrugë shkon për afër banesave të lagjes Shtuf deri në fund tek, nuk e di kush janë lagja e fundit, po për Gegajt apo po. Pra që prek tërësisht familjet që janë në fshatin Shtuf. Realisht nëse ai rrugë apo nëse dikush fshehtas ka këtë lloj projekt idesh, absolutisht jam i parë që e ndaloj në kuptimin që të mos ketë një projekt ideje që po bëjmë këtë miratim nëpërmjet Këshillit Bashkiak, por që ta shfrytëzojë dikush tjetër. Ajo rruga është e banorëve, nuk është asnjë tjetër. Jo, rruga pastaj do jetë publike. Po e banorëve. Edhe ne të kalojmë poshtë atje. Detyrimi. Po ajo ka një fund ajo rrugë, pra nuk mund të shkohet pa fund. Atëherë, ta kalojmë votim. Kush është pro? Abstenim? Gerta? Kundra? Miratohet, faleminderit. Kalojmë në pikën 8 të rendititës për vendimin numër 80, 170925. Për miratimin e planit vendor të veprimit për eficiencën e energjisë elektrike, financuar nga Bashkimi Evropian. Më falni, pika 7 e rendititës. S'ka nëj problem më motë të shi, unë në rendin e ditës bona i lapsus numri për jo emërtesën. Të shi për të sjaru për këtë projekt. Okej. Atëherë për lërgët kryetari ka në Nëse ka diçka një realisht doja të isha në unë, po kam një grup të Karitasi që janë në bashki, po mund të shtyni më për qatë, ju e këni ndormi, a jeni Këshilli Bashkiak, nuk keni dakord, anë dhoni kret, i bje me herën tjera. Kje përfaqësues bashkijës për se cilin sektor lonë. Për se cilin sektor. Po. Unë nuk jam larg, nëse unë jam në zyrë duke prit një...
Po çem në kryetar, do në kryetar. Kryetar, për problemin e konviktit, mirë do ishte që t'ishe këtu te Rubikut. Okej, do mbaroj takimin që kam në një grup që kam në kompresin dhe vi prap. Unë vi prap sa po ta mbaroj Alon, se nuk kthehem prap. Faleminderit. Atëre Zoti Marfana, lutem, Dhe na pranoj prezantimin e. na orientoj çfarë është projekti. Edhe herë përshëndetje të gjithëve. Lutem. Një sekond. S'ka bukur është. Erion. Atëherë, në lidhje me planin vendor të veprimit për eficiencën e energjisë, vjen si rrjedhojë e zbatimit të projektit EFFORT, i cili financohet nga Bashkimi Evropian nga programi ndërkufitar Shqipëri-Kosovë, në të cilin Bashkia Mirdit është pallur fitues dhe është në proces zbatimi. Mund ta nigjoj. Për detaje të më tepërta në lidhje me planin edhe çfarë ka për qëllim ky plan, kemi me sot kolegen e Koplanit, eksperte inxhiniere mjedisi e fushës, e cila ka qenë pjesë e grupit punës për hartimin e këtij plani dhe mund të adresojë disa nga çështjet kryesore. Okej, faleminderit. Përshëndetje, unë jam Ardina Çope, jam inxhinier mjedisi pranë Koplanit. Jam nga pjesë e stafit që në bashkëpunim me stafin e Bashkisë Mirdit, por edhe me gjithë institucionet që janë Bashkinë Mirdit, kemi ndërtuar planin e veprimit për eficiencën e energjisë. Plani i veprimit për eficiencën e energjisë është një plan i cili bind detyrimin ligjor për ndërtimin e tij në bazë të nenit 9-1 ligjit 124/2015 për eficiencën e energjisë. Ky plan është ndërtuar në bazë të udhëzimit 206 datë 25/10/2022, ku miratohet formati i planit dhe mënyra e raportimit. Qëllimi i planit është përmirësimi i eficiencës së energjisë, promovimi i teknologjive të reja, siguria e furnizimit me energji dhe objektive përcaktuara individuale, të cilat janë plani i masave specifike që do të merren për përmirësimin e tyre. Kategoritë e masave që do të merren janë të ndara në 4 kategori. E para është zhvillimi i sistemit menaxhimit të energjisë, e cila është një strukturë e cila do të menaxhojë gjithë eficiencën e energjisë, duke filluar nga grupet që do merren me identifikimin e ndërtesave që kanë nevojë deri tek matja e masave që matja e arritjeve të masave që do jetë deri në fund. E dyta është përmirësimi i eficiencës së energjisë në ndërtesa publike, në të cilën parashikohet implementimi i paneleve fotovoltaike në ndërtesa publike. Kjo do jetë si rezultat i projektit EFFORT, ku 7 ndërtesa do përfitojnë panele fotovoltaike. Kategoria e tretë e masave është përmirësimi i eficiencës së energjisë në shërbimet e bashkisë, ku janë parashikuar masa të cilat mund t'ulin në konsumin e energjisë, ndotjen në nivelin e CO2-shit dhe sjellin rritjen e eficiencës. Dhe kategoria e katërt e masave është përfshirja e komunitetit bizneseve në eficiencën e energjisë, ku sugjerohet që të implementohen politika nga qeveria qendrore në nivel lokal ose incentiva që mund të jipen në biznese që përfshihen në përmirësimin e eficiencës së energjisë. Ndërtesat që do të përfitojnë panele fotovoltaike nga projekti EFFORT janë Gjimnazi Rëshen, Konvikti Gjimnazit Rëshen, Kopshti i Ri në Rëshen, Shkolla Pashkovaska, Shkolla Nën Tereza, Bashkia Mirdit dhe Infokulla bashkë me objektet mbështetës. Gjithashtu do bëhet përmirësimi i strukturë, konstruksioni i strukturës veshjes së ndërtesës së Infokullës për përmirësimin e eficiencës dhe ndryshimi i kaldajave në shkollën Nën Tereza, e cila do bëhet më eficiente dhe do të uli konsumin e naftës gjithashtu.
Gjithashtu është edhe një listë ndërtesave që në varësi të fondit që do mbetet në bazë implementimit të masave që janë parashikuar që të zbatohen në ndërtesat publike në Bashkinë Mirdit me projektin e fort, kemi edhe një listë tjetër që nëse ka fonde shtesë që teprojnë, duke pas parasysh që është parashikuar një fond limit, po mund të vim me një ofertë më t'ulët, kemi parashikuar objektin Futurmine në Lufaj, i cili është financuar nga Bashkimi Evropian, ndriçimi i rrugës së fshatit turistik Katundi Vjetër, ujësjellsi i fshatit Lufaj, kopshti i vjetër Rëshen, shkolla 9 vjeçare Rubik, konvikti i shkollës së mesme Rubik, ndriçimi rrugor në Rëshen, Rubik dhe Reps, dhe ndonjë objekt tjetër me rëndësinë komunitet. Këto ishin ato që unë kisha për të prezantuar. Nëse keni pyetje ose... Faleminderit. Financimi dhe zbatimi, thotë dy parë për shtetin vendor, 5 milion, i dyti 5 milion 800, i treti gjithsej 16 milion 800. Këto fonde do të jenë grande apo nga anët e... Atëherë, parashikimi i financimit është i parashikuar me masat të cilat Bashkia ka parashikuar të zbatojë për përmirësimin e eficiencës, siç mund të jenë ndryshimi i ndriçimit nga drita në LED, në drita LED do me thënë, apo përmirësimi i rekonstruksionit që ka parashikuar, dhe këto futen gjithë në përmirësimin e eficiencës në fund. Janë çdo masë që bëhet, edhe masat që Bashkia ka parashikuar vetë në buxhetit afatmesëm, janë të përfshira aty sepse këto janë nisma që Bashkia i ka ndërmarrë tashmë. Dhe këto janë gjëra që ndikojnë direkte tek përmirësimi i eficiencës në nivel bashkie. Gjithashtu, masat nuk janë vetëm parashikurat që të financohen nga Bashkia. Do ketë dhe masa të cilat duhet të financohen nga Bashkia, por fakti që 7 ndërtesa, si mas projektit e fort, do përfitojnë një ulje fature energjie elektrike me të paktën 70% në vitin e parë të implementimit të panele fotovoltaike, është një buxhet i cili Bashkia mund ta përdori për masat shtesë që mund të bëj për të përmirësu eficiencën e energjisë. Në të njëjtën kohë ka shumë donatorë të cilët në përmirësimin e eficiencës e energjisë e kanë fokus. Dhe Bashkia Mirdit është një ndër bashkitë që, siç është dhe Forti një nga donatorët, dhe siç është Bashkimi Evropian një nga donatorët, që po bën masa. Në të njëjtën mënyrë duhet të identifikohen dhe mënyra dhe mundësi për të përfshirë masa të tjera të rritjes së eficiencës në bashki. Unë uroj më shumë se ju, sepse me të vërtetë e vlerësoj përkushtimin që ka Bashkia për të arritur këtë. Dhe jo vetëm punojësit e Bashkisë, kam pas mbështetjen e Këshillit dhe gjithë institucioneve tjera që janë. Faleminderit. Atëherë, kush është pro? Kalojmë votim. Unë ka votu kundra shpërtumaj. Abstenim? Kundra? Një. Kundra një. Atëherë miratohet. Shko për herë kundra? Faleminderit. Si kundra energjisë. Unë paguaj se marr parë. Atëherë kalojmë në pikën 8 të rendit të ditës. Projekt vendimi numër 82 datë 18/9/25 për miratimin e anekseve të monitorimit të buxhetit 8 mujori janar-gusht 2025. Ka kalu në Komisionin Ekonomisë. Po, Frani? Okej, faleminderit. Kush ka nej mendim? A mund të them diçka? Kisha një sqarim në lidhje me projektet e pasbatuara të Bashkisë Mirdit. Për shembull është tregu i fshatarëve që më vjen. Kemi tjetër. A të shkojmë ta pyesim atje? Kemi sot
Ja, ta kalojmë këtë pikën. Okej, mirë. Më falni, kush është pro, ta kalojmë votim? Abstenim kundër, miratohet. Kalojmë në pikën 9, besoj, se jam I saktë tash, të rendit ditës. Për vendimin numër 83, datë 18/09/25, për miratimin e tabeleve dhe situacioneve financiare të Bashkisë Mirdit. Keni relacionin përkatës? Edhe kjo ka kalu në Komisionin e Ekonomisë. Kemi të bëjmë me një situatë financiare edhe aty në Komision e tha. Ne vërtet jemi për të bërë oponencë për disa problematika dhe këto oponenca ne do t'i themi edhe në analizën financiare që kemi më vonë, por do të themi edhe të vërtetën zoti kryetar, se sa I përket sektorit financës, kemi një sektor që është shtylla kryesore e Bashkisë Mirdit dhe me një situatë financiare që vjen këtu me 0,69% të borxhit është dhe vazhdojmë të jemi ndër bashkitë më të mira të Republikës. Uroj të jemi kështu. Uroj të vazhdojmë kështu. Faleminderit Lega. Është të vlerësuar dhe spasin. Faleminderit. Atëherë kush është pro? Abstenim kundër, miratohet, faleminderit. Edhe para disa vite. E the Lega. Mos e përsërit maset keq kuptojnë Lega. Lega, mos e thuj maset keq kuptojnë. Atëherë kalojmë me pikën 10 të rendit ditës. Lega, gjë tash ishe krejt mirë. Me pikën 10 të rendit ditës, projekt vendimi numër 84/18/25 për një ndryshim në buxhetin e vitit 25. Ka kalu në komision, kush ka në ashtu? Atëherë ta hedhim votim. Po Frana, s'ke vriti. Faleminderit, miratohet, abstenim kundër nuk ka. Në komision ka thënë jo. Kalojmë në pikën 13 të rendit ditës duke përjashtuar 2 pikat e para. Për miratimin projekt vendimi numër 87/25/09/25 për miratimin në kalimin të pronësisë të trullit dhënë të zotit Bardhokyushi. Kush është pro? Kush na sjelon herë për misterin për të çajë. Po. Da preve hulli. Çka kërkon ky burri? Blerjen e trullit. Ndërtimin vërtet me ka thënë në bazën e leje të marrë nga KRT-ja e asfalteve. Së bashku në lejen e ndërtimit për regjistrimin të ASHK-ja dhe të Agjencia Shtetërore e Kadastrës dhe tani me vendimin e Këshillit Qendror që ka dalë për plotësimin e dokumentacioneve dhe për dhënien e të drejtës pronare për blerjen e trullit. Pra trulli që është por pasaj dhe pas. Kemi një realizacion. Së bashku me Për efekt të regjistrit. me vlerën e trullit, që është për zonën e Shenit. Pasi personat e cilat banë aty kanë të drejta si pra Po. do sa me gjenifikat. Po. Okej, kush është pro? Abstenim kundër? Miratohet, faleminderit. Pika 14 e rendit ditës, numër 88, datë 25/09/25, për miratimin e kalimit pronësisë trull të dhënë për ndërtim në sipërfaqen 111 të zonës me numër pasurie 8 fraksion 33 dhe 8 fraksion 800, zona kadastrale 3224 nga Këshilli I Rregullimit të Territorit Bashkia Mirdit, si dhe vendimin në KRT-s numër 7 datë 04/2012 qyteti Rreshqen në pronësi të Bashkisë Mirdit. Kush është pro?
lutem. Ti mori më më kuptim të tazi. E njëjta gjë është edhe për Edhe për këtë. pra, zëndëria E morëm. Faleminderit. Kush është pro? Darma vota pro, ti nuk ka pjesë votim për arsye ligji. Kush është ajo do asoj? Tashi, do ju lutem. Tashi kemi pikën e fundit të Kam një propozim, se ma lejo kërkari. Kalim dhe fondet rezervë, të kalim fondet rezervë, mësë ne të kalim ka analiza. Ti votoj dhe pastaj Që nështë ta mund në vje dhe kryetari bashkës. Të kalim shtesën që bom shpar dhe... pra. Atëherë. A i ka një mërë të miku. Atëherë. Ke fondet rezervë me propozim të Komisionit Ekonomisë dhe të kryetarit bashkisë kemi dila për ndoca për 100.000 lekë të reja. Kush është dakord? Dakord jena. Miratohet, faleminderit. Ne i përprejme. Si dhe për... Për të ndjerin Frent Nogu prej 120 shpenzime varrimi. Thonë drejtën me këto shpenzimit e varrimit, keni abuzuar çikëri. Keni vetë, jo, e kam dajin e burrit tim. Si dhe do t'ju lutem. Nuk e kam me Fredin e Shpafat, e kam me kompaninë si na vjen njëta kompani gjithmonë mu marr me këto. Okej, faleminderit. Çdo lloj me fal, çdo lloj sugjerimi në këto moment është e pavlerë për mendimin tim. Atëherë kalojmë për Daniel De Çokun për 100.000 lekë të reja. Daniel De Çoku. Faleminderit, miratohet. Kam edhe zotin Preng Bib Ndreca Fan. Edhe ky po 100.000 lekë. Kush është pro? Miratohet, abstenim kundër nuk ka për të gjitha këto. Faleminderit, miratohet. Tashi kemi pikën e 15, jo 16-ën kemi të Rubikut. Mos inshallah gjatë diskutimit të analizat të realizimit të shpenzimeve dhe të ardhura për 8 mujorin 25 Bashkia Mirdit. Gjatë kohës, besoj që do të na vijë edhe kryetari, njëkohësisht unë për çdo lloj pyetje do t'i maj shënime dhe do t'ja pasqyroj kryetarit në momentin që do vijë. Okej? Atëre, mbi realizimin e buxhetit, po do të jetë më shumë kryetarit për të Rubikut se sa për projekt buxheti. Se projekt buxheti ka kaluar ke komisioni. Se nuk e soni në kryetar bashkie. Mund ta diskutojmë dhe kryetarin e Rubikut. Po pra, ta shurtoj. Po, kërkesa këtyre të Rubikut është më shumë e rëndësishme prezenca e kryetarit sepse analiza ka kaluar në Komision të Ekonomisë, kurse këto kanë kontakte drejt për drejt me kryetarin, kështu që sigur 5 minuta të presim. Ai më kthej përgjigje. Erdha. Kështu që Është fondi i qeverisë, vazhdon jetën më në rrugë.
Problematikat e funit, analizën e të ardhurave të 8 mujorit, njëkohësisht edhe një kërkesë nga punojësit e konviktit të shkollës së mesme profesionale Rubik. Unë jam dakord që bashkëbisedojmë të kalojmë në pikën 16 të renditditës dhe masit përcjellim ankuset të vazhdojmë me analizën. Jeni dakord? Po dakord jemi. Okej. Atëherë nga Po mirë, okay. Jo. Atëherë, punojësit e konviktit të shkollës profesionale Rubik kanë paraqit pranë Këshillit Bashkiak një ankesë që kërkojnë sqarime mbi gjendjen e tyre. Besoj që isha i saktë e përmblova krejt shkurt me kërkesën tuaj. Faleminderit. Atëherë, zoti kryetar. Mirë, përshëndetje, mirë se erdhë. Atëherë, këta po e flas më shumë për dinjit të anëtarëve të Këshillit Bashkiak, sepse bashkë kemi bani bisedë, jam ftu nga punojësit e konviktit të Rubikut, dhe jo pak, po mbi një orë që kemi bisedu me një tjetër, unë e kuptoj shumë mirë shqetësimin e tyne, nuk është e lehtë sot në këtë situatë të humbesh vendin e punës, aq më tepër për një zonë si Rubiku, e cila fatkeqësisht ka patur vazhdon të ketë probleme të natyrës edhe të shpopullimit, pikërisht për mungesën e mundësive të punësimit, dhe tani shtohet edhe një faktor tjetër, problematik tjetër që është edhe mbyllja e konviktit të Rubikut, por si që jeni ndjeni të nderuar anëtarë të Këshillit Bashkiak. Konvikti, punojësit e konviktit janë paguhen me të ardhurat të deleguara nga Ministria e Përkatëse. Ka një vendim të qeverisë shqiptare që shkolla jo publike, Shën Jozefi Punëtor, të kthehet në publike në varësitë të shtetit shqiptar. Dhe nga ky kalim dhe lëvizje dhe nga ky vendim, normalisht që prek të gjithë nxënësit mbyll shkollën industriale të Rubikut dhe krijon ose më saktë mbështet shkollën Shën Jozefi që është private, duke e kthyer këtë pastaj në aset shtetëror. Shkolla industriale, për ata që se din, ka pas të njëjta deg me shkollën Shën Jozefi Punëtor. Në ecurinë të dy shkollave për disa vite, është pa një rënje drastike e shkollës industriale të Rubikut dhe një rritje graduale e shkollës Shën Jozefi. Kjo konkurencë me dy shkolla profesionale brenda një territori shumë të vogël, normalisht që familjet, prindrit, kanë pa interesin e tyre më të ngushtë për të sjellë ke shkolla profesionale e Rrshenit dhe ka qenë në problematika pastaj shkollën industriale të Rubikut. Ky vendim i qeverisë për mbylljen e kësaj shkolle automatikisht krijon vakumin dhe problemin me punojësit e konviktit të Rubikut. Edhe ua kam thënë dhe as nuk nguroj ta them, më vjen shumë keq realisht, sepse duhet ishte punu më fort, qoftë nga punojësit e shkollës atje, qoftë nga punojësit s'po themi të konviktit, po më shumë ndoshta të mësuesve apo lobimit të krejt faktorit arsimor mirëdi që ai shkollë të mbajnë ka, por rënja drastike, largimi i nxënësve nga shkollë, ardhe atyre dhe shumë familjeve kërkesat tek shkolla profesionale e Rrshenit, bëri që aty të binte automatikisht numri i nxënësve dhe këtu kemi qenë, e kemi diskutuar disa herë, u bën tash sa vite që fakt konvikti i Rubikut mbahet me 4-5 maksimumi 10 nxënës. Dhe po ta shohësh në proporcion ekonomik,
ajo më shumë është pranu si një mundësi që nesër mund të krijohet dhe mund të shtohet numri i nxënësve, apo lobohet dhe mund të mbahet në kamë e shkollë, dhe mbajt 13 punonjës të konviktit, po themi realisht në një pabarazi ekonomike në kuptimin e asaj që i kanë shërby, sepse nuk mund mbahen 13 punonjës për 4-5 nxënës, por duke qenë njëkohësisht që ishin edhe të ardhurat të transferuar nga Ministri i Arsimit dhe ishin 13 punonjës që merrin pagën aty, pikërisht duke i shërby këtyre nxënësve, nuk janë ngacmuar dhe nuk janë normalisht u është kërku vazhdimisht që të punojnë dhe të lobojnë që të ketë nxënës e konvikt, por sot nuk varet as nga Këshilli Bashkiak, nuk varet as nga kryetari i bashkisë mbajtja ose jo atij konvikti në punë. Për sa kohë sot nuk ke nxënës, nuk mund të ketë as shërbim. A mund gjejmë metodë alternative, dhe më vjen shumë keq që mua kanë përdor negativisht këtë pjesë. A mund gjejmë metodë alternative që konvikti Rubikut të përdoret në interes të komunitetit apo në interes qytetarëve? Po më mund gjejmë, pra unë kam bërë edhe lëvizje, dhe se din shumë mirë që me një grup të një shoqate të Trentos Itali, kam shkuar kam vizitu konviktin, e kim pa dhomë për dhomë, për gjetë një alternativ tjetër të marrës një shërbimi për qytetarët në atë godin, dhe normalisht letë mbeteshin po të njëjtët punojës që të shërbenin aty. Por, ai konvikt për ta kthyer në funksione tjera kërkon edhe investime të tjera. Që pastaj po të hyjmë në terma inxhinierik, kërkon investime, sepse çdo dhomë duhet të ketë banjon, jo aty me banjon në fund të korridoreve, siç mund të ishte ideja për ta përdor për të moshumit. Realisht, po e them, pra është fatkeqësi ta mendosh që nga një shkollë për nxënës të shkojmë në një pikë që të mendojmë që një godinë tillë ta kthejmë në një funksion tjetër që mund të jetë për të moshuarit, po ama në funksion të kërkesave dhe të nevojave që ka komuniteti mund të shkojmë deri te kjo. Nuk kemi çfarë bëjmë. Dhe në këtë ide unë e kam konceptuar dhe menduar që mund të bëjmë diçka në lidhje me këtë. Pavarësisht se ajo organizatë që ne shkuam dhe vizituam, realisht e pa me skepticizëm që nuk mund bëhet për shkak se kërkon shumë investime për ta rikthyer në atë pjesë. Dhe sot jemi para një fakti që në fakt definicioni është që edhe venet e punës aty do shkrihen. Nuk mund mbajmë fatkeqësisht pa pas nxënës, punonjës që nuk shërbejnë aty. Unë po përpiqem me ministrinë për gjetë mekanizma që këto punonjës arsimor të konviktit të kthejnë në punonjës arsimor të bashkisë që mund të shërbejnë në Rëshen të arsimi, në Rubik të arsimi, pra në brenda Mirditës, pikërisht ta punonjës që pra ta që preken nga shkurtimet të mund të mbeten në punë në bashki, por gjithmonë duke gjetë kooperimin me ministrinë që këto paga të vinë sërish për ju. Nëse ai buxhet pagash ndërpritet, normalisht që s'ka ma bashkia me çfarë t'u paguaj. Dhe kjo është problemi. Dhe kjo është logjika e shpjegimit të gjithë asaj që ka ndodhur. Për sa kohë shkolla industriale është mbyll, për sa kohë nuk ka nxënës, për sa kohë konviktet këtu më dalin me teori që realisht unë e di se është e nevojshme ku di unë ta kishim aty me 300 nxënës, sigur ka qenë dikur. Por nuk mund të bëjmë nxënës nga Rësheni për që unë konvikt në Rubik, për sa kohë ka konvikt në Rëshen, edhe privat edhe publik. Sa keni mund të për nevojë të gjendje? Aq ma shumë se sa keni mu ju që jeni në punë aty. Ma shumë. Mundësisht edhe duke lobu, edhe si bashki kena financu, që ajo shkollë të mbahet në ka. Lobimi o bëke kovalgjes të vero. Shiko, konkurenca me zojë ndërume, limu. Konkurenca
në një ekonomi tregu të nxjerr ose të nxjerr në maje ose të hedh në fund. Fatkeqësisht për ju që s'keni mujt dhe s'është mujt prej vitesh me u mbajt kjo konkurrencë, ka ndodhur kjo problematikë. Tani t'ja mund të krahasosh shkollën Shën Jozefi me të gjithë ato që ka me industrialin në Rubikut sot këtë gjeni që është, pa asnjë lloj financimi të shtetit? Si ke laboratoret? Pra, si e bëjmë mësimin ata? Unë nuk po hyj se unë nuk jam këtu më shku me matë se sa mësim jepni ju atje, sa mësim japin ata të tjerë. Unë menoj se këto janë konceptet gabume të gjithsesi. Kjo është problematika sot. Tani nuk është vendi këtu me folë se si është shkolla Shën Jozefi. Realisht nuk mendoj. Për sa kohë sot ka një konkurrencë që po kurrë, për sa kohë që po konkurrojnë shkolla në Republikën e Shqipërisë nuk mund ta diskutojmë. Sta duhet gjë pra si gjë. Rëndësi ka, kanë vis mësos ato, në shkem punë ku Ky fluks nxënësish që është në Rrëshën, a nuk ka nevojë për punëtor shtesë? Jo. S'ka nevojë fare për punëtor. Ju tani sot është i leqensu, më falni ta mbaroj se ti dini informacionet pastaj bani analizë kafshë sa doni. Jo, realisht keni përdor një fjalë që sashta s'pak e moralshme as e ndershme me thanë. Unë ju kam thënë në fakt në takim, ju kam thënë që nëse ju intereson Rubikut dhe komunitetit e salla që sot është bosh me mbi 200-300 karrike dhe do ta përdorin qytetarët e Rubikut për çfarë t'u interesoje. Qoftë për festa, qoftë për dasma, qoftë për çfarë t'u interesoje do ta përdorin, sepse është e qytetarëve. Po. Tani për ty s'të intereson kjo pjesë, mu m'intereson vazhdimësia e saj. Jo tani sot Rubiku, sot Rrësheni ka dy konvikte të tjera. Që është një konvikt i licencu privat, që është ajo që ka shkolla Shën Jozefi, dhe një konvikt publik, që është ajo që ka bashkia te konvikti Rrësheni. Dhe absolutisht prapë them këtu që edhe numri i punojësve në konviktin e Rrëshenit është më i madh se sa duhet të ketë për numër nxënësësh. Kjo është fenomen shqetësues për gjithë, jo vetëm për ju se sot ngeli pa punë. Është fenomen shqetësues për gjithë. Rënia e numrit të nxënësve ka prek shkollat që janë mbyll, ka prek konviktet që po mbyllen. Ka lanë të më shumë vetëm që nuk kanë asnjë lloj shërbimi. Tani, a ka një vendim, Këto janë procedura qeveritare, si janë procedura lokale. A ka një vendim qeverie, të lutem, zonja, a ka një vendim qeverie që e shkollë të mbyllet? Qa do të më thush më? Vetëm neve në njësë për shkollë, ku do si qëtë punë, ka shumë i punë, pra qëtër e dim, kemi e rishë, mos më intereso për se shatë bëmë. Falpa, kush është ai njeri që e don shkurtimin e ganëvetimës? Kush është? Askush. Pra, asu nuk e du, por ne duhet kuptojmë se marrja vendimeve pastaj është decizive se s'kem çfarë. Si ekonomist. Njërë është prej kreqjarën për të punoj, sepse në 15 familje që duhet në i zhjide për të dhe punojës. Majtë familje dhe me këtë anër. Në fund që në vetë situatë për kemi përkim në shqipit bashkjak të miratoj këtë vendim, të rishikoj këtë vendim dhe të marë parasysh në drejtë dhe të punojësve si dhe komunitetin lokali. Vajtja hapër konviktit të Rubikut është zhjide më drejtë ekonomikë dhe qëndrushë. Të shi, cili është roli që mund të ketë këshilli për të sana i ndërdu ne. Sepse ne as nuk kena marrë vendim për me mbyll,
Dhe as nuk u bëri në vendim që këtë të marrë hapur. Që të sqarohet mirë bëna e kryetarit të Këshillit, që këto ne nuk jena pjesë e këtyre, sepse s'ka nga marrë vendim, pas ne ju, atë më marrë në vendim me hapë. Të që falenderit unë e kam pa kërkesën e këtyne, sinqerisht ndje keq, e tha dhe kryetari, është një punë e dobët totale e statit mësuesve, të cilët nuk kanë në arrit nivel dhe ka ardhur për reduktim. Ne kemi mbyllë shkollash në çdo cep mirëditës, 1 minutë. Lutem, dhe nuk është kompetenca jonë si këshill, megjithatë ne ju pranojmë kërkesën dhe jemi me ju me hallet e juaja, por ne nuk mund ju japim dot asnjë lloj zgjidhje. Si çka ka ndodhur? Unë në kvartelin e 2025 kam vetëm një fëmijë 0 vjeç. Edhe në kthell, nuk e di. Po nuk bëj më funksion i fëmijës se nuk i mbaj dot. Prandaj po them, kjo fenomeni shqiptar, braktisja e ambienteve. Tash ti. A keni ju një propozim konkret për çfarë mund të bëjë? Se realisht po as shqetësuese sa është për ju sot. Do jetë. Ka qenë shqetësuese tash disa vjet që ashtu mojt, pothuajse kot. Ha? Pse nuk keni shqetësuar asnjëherë për tash sa vite që keni qenë me 4 nxënës që ashtu mbaje këtu. Nuk është kot më se për në mënyrë. Lutem. Duhet pa edhe kjo. Ai zoti më moj ha. Po për çata mushim më thojnë. As po duam me moj hapne? Ne dim që shkolla mesme industriale është historie. Këtë së të gjatë vjetë. Jam të martu. Shem me së martu. Kjo nuk do sot. Ose vjena kam një fita qërtje. Jo, ka, vazhdimësi. Ama stati, pedagogik, jasa e shkolle. Unë i një. Aty kanë logu në Kukës, kanë logu në Kukës. Ama ajo shkollë nuk ka pas mundësit ekonomike që ti marrë në zansit me ugon, sigurime, shkolla po, stati pedagogik i shkollës së mesme nuk ka të krahasume, unë nuk i njoh këto. Janë staf shumë i mirë. Më dhe në është një staf base ka qenë të shumë kërkus, base kanë ditë po dhe kjo, po të pjesa mendoj që kjo ka ardhur si pasoj e mos problemeve, domethënë e problemeve ekonomike, sepse të gjithë nxënësit shkolla Shenjë Jozefi Fundori merr me autobus, me furgona, me përgjithë shopin deri katër. Ja përgjithë drejt. Ku janë kontrata ju? Kur dilni zyrtarisht pa punë, kur dalin zyrtarisht? Shiko, edhe problemi i madh, edhe problemi i madh i kësaj që ardh sot është që ne kemi kërkuar ministrisë, ju kam thënë dhe zojave. Ne kemi kërkuar ministrisë informacion. Dhe për te qarë vendimesh ka marrë ministria, që realisht në momentin që një shkollë si e Shën Jozefi kalon nga private në publike, bashkia ka një rol tjetër që merr aty. Për shembull, merr një rol që tek mirëmbajtja e shkollës, lyerja e përvitshme e saj, ngrohja e asaj shkolle, pastrimi i asaj shkolle. Pra janë i gjitha shkollave, sikur ka funksioni sot pushteti lokal për t'i mirëmbajtur. Sot nuk kemi, në këtë moment që flasim, as edhe një dokument nga qeveria se çfarë roli ka bashkia sot në atë shkollë. As edhe një. Çfarë shërbimi do krye bashkia në atë shkollë? Sepse duhet ta parashikojmë në vitin buxhetor të ardhshëm që bashkia pastaj të marrë masat e duhura. Ashtu sikur se sot nuk kemi as edhe një shkresë se çfarë do bëhet me ta punojës që kanë qenë deri dje ose janë sot punojës arsimor. Punojës të konvikit të rubit. Pra, kënë zgjidhen kryetarë, kënë zgjedhin asistencë, mund t'i ofrojnë një punë, po këto janë të kërkuar zgjidhje nga ju, si bashki, se mes si këshilli dhe mes Po s'kemi asnjë gjë, prandaj po them. Na vje keq, besoj që na kuptu se nga ne s'kemi asnjë lloj mundësie dhe asnjë lloj alternative për t'ju ardhur ndihmë,
Ju lutem na mirë kuptoni. Të kuptojmë edhe i gjatë tjetër, se dikush e përmendi që si mund bëjnë me rol tjetër. Tani, ju e dini se bashkia çfarë funksione ka. Ta janë punojës të konviktit, ke guzhinier, ke magazinier, rroba qeps. Tani, ku ka mund tani me lëviz guzhinier në zonën e ndërruar që ka 30 vjet guzhinier, ku da çoj guzhinier? S'ka mund në guzhinë ku për me shërbim guzhinë. Tani, nëse unë do arrij, po puna pra, po çfarë punë do bash? Jo, puna është çfarë punë do bash. Se duhet gjenë rolin tjetër. Tashi, këta ndoshta a mund t'ju thuhet këtyre grave që në momentin që të lirohet një vend i përshtatshëm në Bashkinë Mirdit do t'jenë në listë preferenciale? Nuk është problematike këshilli. Jo, më ne po diskutojmë tash. Kemi sa do pas rreth. Kemi edhe një pikë tjetër të renditës, tecim përpara. Për ato na vjen keq, sinqerisht, ne s'kemi mundësi për të ndihmuar si këshill. Okej? Ato rrezik e fillu të kush vendon. Asnjë. Nuk bëhet. Nëse ka mundësi, bëhet që kjo lëvizje edhe një lëvizje si kur kanë lëvizje të gjithë të shkollat profesionale, shkojnë për vetë të, pas të usë për shkollë. Duke respektu vjetërsinë. Mos i krijen nuk ka sekundështim. Po i kanë shkollat pas trusit e vetë. Çfarë bëjmë këto? Ti tham hiqni ato nga këto? Ja, asaj jo. Nëse ka Okej, faleminderit. Atëherë vazhdojmë me pikën e fundit të renditës. Mirupafshim i Zot. Tani Tash duke se iku Arieli, analiza realizimit a mundet na sjelli një raport se si është gjendja e numrit nxënësve Mirdit? Që ne ta dim se ku jena, sepse kena ngel drejtoria arsimore nuk e nxjerr si informacion, çdo vit i kanë nxjerr, po për kopshtet, për çerdhet, për shkollat, sa është numri i nxënësve. Po lutem, mbaja shënim Gaspër, për kopshtet e çerdhe. Kopshtet, çerdhe, po edhe Ne shkollat. kam edhe këtu, në fakt që shkollat nuk e është. Po pse më nuk e dim ne se sa ka nxënës shkolla Po ka për drejtoria lati? arsimore më e rrësheni nuk Po e e ka. dimur drejtori se sa shkollë, sa nxënës ka për lati. kërkoja një si këshill bashkiak me kërkesë drejtorisë arsimore. Okej. Po tash unë i bëj kërkesa të veçma s'mi për në kush. Jo, Ta firmosin në mua. Do të bësh grup. Po ta dim më shumë sa nxënës ka shkolla Rubikut, sa nxënës ka shkolla Rashenit. Okej. për konviktin, për falë. Një minutë, plus. Për çerdhe dhe kopshte. Mojë kërkesën Gaspër që ti njoftojmë se sa. Mirë ju do ta dini se ne flasim për politikën për Atëherë të kalojmë ke analiza e realizimit të shpenzimeve. Kjo ka kalu. Po mirë, sosh, kush ka në diskutim në gjë se ju vini kalon në Komisionin e Ekonomisë. Tani shiko, kjo është nuk mirë është me qanë Mirë është që t'jenë prezentantar të këshillit bashkiak. Ne diskutojmë se prokurorin nuk ka shkollë. Nuk ka nevojë prokurorin. s'ka nevojë prokurorin. Kush ka me diskutuar një problem? Po frani? Në mbledhjen e Komisionit të Ekonomisë është dje, ne kemi njohur materialin, se në drejtën kam thënë edhe të tjerë dhe të përgëzoj këto punësit e buxhetit të financës të bashkisë. Problemi më kryesor për mua është mos realizimi i shpenzime operative dhe investimeve. Ka investimet janë realizuar masë 25% si që është aparati i bashkisë, ka 0% tek punë publike dhe mirëmbajtja, gjithmonë për investimet, te bashkia me 31.7% investimet, 36% te siguria publike, kultura dhe sporti 4.9%,
investimet të bujqësia, pyet dhe këto janë në masën 24.4%. Një gjë më bën përshtypje edhe të zëri pagave përsa i përket bujqësisë, veterinarisë dhe pyjeve, sepse në një mbledhje të mëparshme na shtanë se këtu ka pyjorja ka punojës mangut. Në një kohë që fondi paga në vend që të realizohë 66%, është realizohë vetëm 28%. A që nuk e di kjo, as është numri punojësve, a nuk këtë serim tjeshta. Përsa e për këtë zërit të investimeve, kisha zoti kryetar me pyet, në është kërkue, më duket vjetë me bani përshpejtu procedurat përsa i përket ambjenteve të zjarë fiksës, për ndërtimin e ri zjarë fiksës. Një informacion sa të shkurtën që mund të keni për zjarë fiksën. Përsa i përket të lutem, përsa i përket tregut, është thënë që do bëhet kepa tek lokal presidenti. Këtu thot, zëri thot blerje pajisje për materiale thot për sheshe rikoncërfan, reps dhe ndërtimin e tregut fruta për perime, thot kjo është realizuar masës në afërsisht 100%. Në thënë ne nuk shohim në gjatë të tregu i fruta perimeve që kena miratue për rindërtim. Asfaltimet urbane po ka to jenë të ashtu dhe të ruralet unë jam i njohur që po përsa i përket ujësirësit Rëshën, Kulme, Fan dhe Reps. Kam thënë dhe në mbledhjen e mujt mars ose prill, kam thënë që asnjë lloj ujësirësi nuk do të ndërtohet pa marrë më parë analizat e ujit pishëm që bën ke Instituti Shtetit Publik. Përsa i përket rekonstruksion të ambjenteve arsimore dhe shëndetësore. Me ligjin e pushtetit lokal, ju jeni kaq përgjegjës sa për arsimin dhe për shëndetësinë. Dhe unë nuk shoh asnjë lloj investimi përsa shërbimi përsa i përket shëndetësisë. Nuk e di se kur do të bëhet tash, jenën nesër kalem në muaj tetor dhe nga 1.765.000 lekë ju akoma nuk keni bë as edhe 1 lekë rekonstruksion të objekteve arsimore. A ti mbyllo sepse to janë përgjithësi ato që na kena ato që kena këndem, megjithatë kusht ketë probleme mund të diskutojë gjithsesi për këtë pjesë. Faleminderit. Po nis se kjo fundit te objektet arsimore. Absolutisht. Një për një janë është ndoshta vetëm mos pagesa akoma e faturave, sepse shërbimi është marrë, është mbaru procedura, janë restauruar ato ku kanë pas mundësi, ku kanë qenë parashikuar për të bërë, pra është mbyllur. Thjesht fondi që sot është akoma pa u pagu dhe është në bashki, të bjen ty sepse këta kanë detyrë ligjore me ta pru se sa ka sot gjendja orkës bashkisë. Aja është një shërbim i kry, thjesht është procedurë që do të bëhet kalimi i faturave për secilin shërbim që është marrë. Po nis tek realizimi i investimeve. Duke qenë se ka qenë vit elektoral. Normalisht që një pjesë e madhe për një periudhë 3 mujore ose 4 mujore, që nga janari deri maj ti i e kufizuar në shpenzimet e buxhetit. Në tenderime, Teresa i ke shpallë të regjistri parashikim për në publik, me qenë të shiko, kjo është ha diskutim pastaj për të ashtu, por për sa kohë të jenë një vit elektoral, merret si punë që ti po i ban elektoralisht, prandaj edhe nuk janë pas majt, pas kanë zgjedhje, patjetër që është punu dhe një pjesë e madhe atyre që ti përmende janë në faza të lidhjes pjesë më të madhe të kontratave, kështu që janë në proces përmbyllje. Për rrugë rurale normalisht që kanë rrugë urbane shtresës asfaltike, kanë problematikat e veta, projekte që sqasin dhe punojnë. Por sot janë të hedhura në prokurim, pra që janë procedura që po pritën gradualisht të mbarojnë. Nëse ju kujtohet, kemi diskutuar për para disa muajsh për disa punojës që u parakërku për të pikërisht sepse disa problematika nuk arrihen për të mbyllur me punojësit që kanë. Dhe u parakërku rritjen e numrit
punojësve sezonal, 3 mujorsh, jo me kontratë përhershme. Pikërisht për të mbyllë dhe për të zavruar disa pjesë më të madhe të punëve publike që janë bërë me blerje materialesh nga vetë bashkia, por që me numrin e punojësve të një ndërmarrje që kemi nuk mbyllet. Dhe për atë arsye ka mbet qoftë edhe sheshi Fan, qoftë edhe sheshi Reps, qoftë edhe Tregu. Patjetër që na vonon për shumë edhe lidhja kontratës me Mariana Graf për rrugën e Lurfajve që kërkon sërish punojësit e bashkisë të shkojnë të merren. Pra ka vonesa të këtyre natyreve, por që baza materiale është dhe normalisht që janë në atë shkallën e prioriteteve që të mbarohen sa më shpejt. Një ndërhyrje kryetare. Numrin e punojësve në plan e ke 471, në fakt është 448. Po janë profesione që ti nuk i shkrin dot, Fran. Pra, më qoftë se mund duhet inxhinieru, nuk mund të shkrijë inxhinieri me marrë një punojës rrugësh. Nuk e kam sot, por mund të jetë nesër. Ti s'mund ta ndryshosh strukturën për shembull nuk gjej topograf, jo kam thënë. Nuk e gjen. Jurist, inxhinier. Unë them të mirë për të bërë punë, se për me diploma ju e dini se si. Zerfiksja. Padambani ka një procedure për ndërtimin e stacionit Zerfiks me fondet të USAID-it. Ju dini që prej disa muajsh fondet të USAID-it janë të bllokuara nga Trump, nga qeveria amerikane, nga presidenti amerikan, kështu që kjo na ka prek edhe ne në këtë pjesën e stacionit Zerfiks. Pra, mendoj që tani nëse i kemi marrëdhënie forta me Trumpin, po i bëjmë një shkresë në kaloje, por aty ka ngec, në momentin që janë blloku fondet e USAID-it, është blloku dhe fondi apo projekti që ka qenë për bashkinë. Siç është prek edhe bashkia Mate e tjerë. Kjo është një përmbledhje përgjithshme. Tregu pra dhe kjo pjesë tash në lek këtë bazat materiale thjesht është mungesë proces punëtore për ta kryer. Kisha një propozim shumë të shpejt lidhje me Rubikun. Është në buxhet, ndryshim në buxhet, se nuk e di se si është procedura fiks, por kërkojmë një kuptimin tuaj. Është parashikuar aty një shumë e caktuar për ndërtimin e këndit lojrave. A mund ta tjetërsojmë atë shumë të bëjmë një kënd sportiv, sepse Rubiku ka edhe me ato pak njerëz që janë shumë nevojë. Nuk them luksoz, po një kënd sportiv është shumë i domosdoshëm në Rubik. Shumë. Tani, ne kemi parashikuar, shiko, Gerta, ne kemi parashikuar 20 milion lekë të vjetra për ndërtimin e 3 kandelore. Një në Rubik, një në Orosh dhe një në Rëshë. Duke qenë se na u bë dhurat në Rubik, normalisht që e bllokuan për të mos nuk ishte më i nevojshëm Rubik. Tani ai buxhet është 2 milion lekë të reja. Sërish në Rubik, në Reps të bëhet kandelore. Ndoshta mund mos kemi nevojë ndryshën momentalisht, por që në Reps është parashikuar të bëhet. Shumë dakord jam, tani ne mund ta shohim si kërkesë këtë që bën ti. Për vitin e ardhshëm buxhetor, në rast se mund ta shohim. Ato 5 lekë të buxhetit që janë parashikuar për kandidatë loreve, por që ne na kanë bërë donacion. Të mund nëse del ai. Është vërtet i domosdoshëm, se unë di, kështu që nëse bëjmë ne ndihmojmë. Kam një kërkesë për tek palestra e shkollës. Një fush voleybolli, një fush basketbolli, kudo që të bëhet, aty mlidhen masditë dhe luajnë. Ka raste që lëvizin e shkojnë në vende të tjera, kështu që organizohen, është diçka që ndihmon edhe i sportin, jetën komunitare. T'ja u japim kaj mundësi dhe Rubikut, mendoj. Kështu që është diçka që mund ta bëjmë me vitin e ri buxhetor. Besme që u mbyll, nuk ka terren, nuk ka pas terren. Ka terren sportiv sa duhet. Po them Ka shkolla mes. Në Rubik? Po. Jo, më shak. Po jo. Jo, fushkën e bollë e basketbollit. Po s'janë ato të përshtatshme, ajo duhet e mbyllur me çadër, një çadër, një diçka. Po i çadër, një kështu. Çadër po nuk vjen. Do ta shohim atëherë, do ta shohim. Ajo duhet i fush koti aty. Jam krejt dakord. Ti e duhet të shme na thënë për i pallat sport. Po jo, me jo pallat sport.
Po jo më pallat sportiv, kënd sportiv. I pa mbuluar, sikur është këndi sportiv këtu ke pallatet si këto, jo më si këto të tërmetit. Ke pallatet e tërmetit, është një kënd, është një fush basketbolli, është po të hapur. A kupton, kënd është diçka që bëhet. Po, tash i jepje të bosh për 2 shkallë që ata kalojnë të mushojnë. Të vish të lagja do të jemi 3 seksion, aty duhet të qeri është voleybol, aty duhet gjithë Kryetari i Këshillit e ka Si s'ka këtë? Ja, është një jena këtu, po i kusha të nuk vinë dhe këto jo, Po. dore jeta, paci, orti. Ja, disi që ka një të Po si të më thonë, se to është se kërkoj dot, po të ndjesë një fushë sportive të